Një djalosh mbeti pa prindër i ri. Kishte takuar shumë njerëz. Shihte rrugë të ndryshme për jetën, disa të pasura, disa të lavdishme, disa të lehta. Por zemra i thoshte, zgjedh rrugën e vërtet. Ai vendosi të largohej në një mal, të qëndronte vetëm për disa ditë, të lutet dhe të reflektoj, pa telefon, pa internet, pa njerëz që e përcaktojnë se çfarë duhet të jetë. Në vetmi u përball me mendimet, çfarë dua realisht, dhe zbuloi të shërbej njerëzve, të jeti sinqert, të përkujdeset. U kthye në qytet, por jo i njëjti. Kishte qetësi, kishte qëllim. Mufti Menk përmend. Në vetmin e dëgjojmë zërin që zëri i botës e mbulon. Djaloshi nuk ishte perfekt, por zgjedhja e vet ishte të përpiqet për mirë, dhe në çdo ditë të jetës vazhdoi të bëjë zgjedhje me ndërgjegje. Kur ishte hera e fundit që qetë dhe vetëm mendove për zgjedhjen tënde të vërtetë? Dhe çfarë zbulove?